Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë, në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen në këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme, mërkur, 15 korrik 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotri. Na ke munguar, ku ke qenë? Nga ke humbur? Na mori malli kapetan, ku je? Po nga ke qenë zotri, ke humbur fare? Ja, në plazhe edhe aty, dhe njës ka aty Atë lumë, ti bën jetë o zotri. Si duke, si a kalon? Mirë, falemderit. Mirë falemderit zotri, më thuaj. Të dëgjosh atë mirën, dëgjo dhani. Gjithashtu, urdhro. Të plasim pak për protestën. Protesta vajtit 50 ditë, po vete, po. Po, këto fjalët, po venë dhe sësurve. Qarë po bënë e Dirama me Sali Berisën, qarë po bëjnë. Qarë janë kukla, janë ata që kanë dalë atje. Ata janë njërë, ata janë njërë që këta që veritate rojna në neve, në këtë popullë. Qarë po bëjnë? Qarë po bëjnë nuk se kuptoj njërë. Në jetë e gjatë vjetë, nuk e trasmuon fare, nuk vurën gjërë për këtë popullë. Po edhe këtë protest kaq të urë, kaq të ndeshme, kaq të spike, edhe të më thërru, qa po bëjnë, e kanë blerë të Shqipëri këta. Këta dy e kanë blerë të Shqipëri. Po shtur, pa që të dhejë. Nuk po ndjenë fare, qa bëjnë budalej fare tani. Të tani për në hajqen fare, për në qenë në rritë të dhejë. Se shurë, po ata... Nëse kur të bëjë votimet, ne do nga presin atje, do nga presin e tu pa me lule. Po qarë bëjnë, orë vla, qarë bëjnë të kejtën. Po nuk më dhjenë fare, nuk japin asë një sjarim, orë. Po kur do të japin atë sjarimin, kur do të japin atë fjallin e mirë, o popull, po kemi shumë të drejtë. Ne do të po pika që i thoni ju, do të i realizojnë. Qarë po bëjnë? I thonë 36 vjetë, që ndodhën gjitha ato gjëra, lora do me thëmë lora njerë, që në aparat, që gëjmën, edhe 97-a, edhe gjitha edhe o trantua, që mbytën 88-a, edhe u qau kokë njëri, pa ndaj se muna, ne ku da kuptojnë ne që kemi qeveri o kishen vaj. Po pëse, u vjen mirë këtyre, a kanë këta, karakter që ngrë flamurin, me 28 në ndorin, ngrien marin me flamurin, po kur ngrien detyrë, betojnë para flamurin. Po të betojnë para flamurin, po betojnë sa për shpjefaqe. Para flamurin, të Skënderbeu, dhe të Ismail Qemalit, edhe 28 miliuet, kimi i vinë ti me vlorë, edhe ngrë flamurin. A pikë turku të të ngrësh atë flamur, duhet të respektosh poplin. Duhet të respektosh poplin, se a i flamur është ljarë me gjatë, me 28 miliuje. Pa ndaj se muna qërë. Këta, si kur se duhem të popull komandojnë vetë bëjnë, vetë firmosin zdo gjë popli, rëndë si ku sapuni. Duhet të mbyllim, zotri. Duhet të mbyllim. është të ka që zdes, nuk e di. Dhe gjotë, të një pjatë të punit të... Unë po u këzvje shteti, dy partit, u larguan, bala ju në bështyt të balit, do të abëjt të gjithë e juve. Unë do elmoj vetën, se zbërë se do sem shu, o, u shvirova. Po pse? Do ndje një kënajsi, o vla. Po për qa edhe njerë, ma thua edhe njerës? Në qovë se neve, zdukim të dy partit, edhe vinë shvirojët Shqipëria si pune komunizmi në demokraci, unë do elmoj vetën. O, bo. Mirë. Do të elmoje. Nuk do shkojmë deri aty. U gënaqa që ikën, që herdi njerë Shqipëria, u shvirojë Shqipëria. Po jo për partit, për individet, se partit se kam fajnë partit. Për individet, që të talurëzojnë këtë Shqipëri, të hanë fëmi tanë, të jetojnë mirë, se kemi që në kone në rorë, që dheri më sotë, do me rëndje, kemi
kemi jetuar si kriminozull, edhe po jetojmë më keq si kriminozull. Prandaj hajde të dëgjojmë Vladimirin. Faleminderit shumë, përshëndes gjithë mirat. Presim i tjetër telefonat në studio, ju lutem, keni parasysh të respektoni kohën, e tepruam pak me zotrin. Por gjithsesi do jemi edhe në pjesë tretë sërish me telefonata. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Faleminderit. Por i përshtypjet deklarata sa ministres greke në fakt. Këtë unë kam keqare që ekzistojnë këta njerëz sot, këta njerëz primitiv. Serbe. Nuk u ngopur me gjakun e shqiptarëve kanë. Serbia, jo Grecia. 1600 vjet që vrasin shqiptarët këta serbët. Po nuk bërë përshtypje vetëm, ne kemi edhe këtu në Greqi, se Greqia po një pastrimin etnik me çamët, edhe duket se kur ka rënë rehat edhe qeveritë tona nuk ndjehen fare dhe nuk flasin. Përkundrazi, për shpërblim me që çfarosën shqiptar, po ju japi 10 detin. Shoh edhe një kryeminist që po vepron bashkëpunim me këta armiqtë e jashtëm, po bën pastrim etnik brenda Shqipërisë. Po i përzoi shqiptarët. Shqiptarët janë ngrit protest dhe ky zot ja di fare hesht. Hesht, më tepër më vjen keq se folë për partitë politike me fjalë, që nuk janë fajtorë ato antarët e partive, por janë fajtorë ato, se nuk ngren zërin fare për këta diktatorë që kemi në kryet partive. Është një turp i madh, një eshje e madhe, dhe njërohet të ofendohen ato protestues ashtu, është turp dhe nuk ke përgjigje fare i kryeministër. Nuk po i bien qaf kotat i kryeministri. Ka bërë bëma të mëdha. Ka larguar nga Shqipëria me mira shqiptar. Ky kryeminist do t'japi dorë e vetë të kërkoj falje, pa diskutim. Mos i lejmë njerëzit në shesh të vinë poshtë e përpjet. Bolle kanë lot këtë këmbë, bolle kanë poshtruar këtë këmbë këto, kriminal ordinar, këto diktatorët e fundit të Ballkanit. Kjo është e vërteta. Këto kisha faleminderit. Faleminderit për telefonatën, gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotri. Pa që po të telefonoj. Kënaqësi zotri, më thuaj. Për to që po foli këto, jem pa partio, jem shumë, jem për protesta, unë ta di flet nga Durrësi. Po. Unë ta di që është edhe unë hiki, por nuk kam makinë që me hikë në protest, edhe unë i përshëndes nga lartë, nga Durrësi, të Susit. Faleminderit. Që të shport ki klasë politike, si nga ka punë më të hunve. Me spitale, me këtë skandaloze, ato për na bini, nësë kemi nevojë për koncerte, kemi nevojë për spitale, për një jetë më të mirë. Të kuptoj, zotri. Nuk ka që kishe i përshëndes për të Susit. Mirë, zotri, faleminderit për telefonatën, kënaqësi biseda me ju. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Po, zotri. Larguar zotria, mirë, presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri, urdhëra. Ja, përshëndetje. Të lutem na dëgjoj vetëm nga telefoni, zotri. Uli zërin televizorit edhe i jepi drejtim. Po flet një tjetër për ne. Po jo, ju jeni zotri, po interferon edhe ka 3 sekonda vonesë në televizor. Faleminderit. Alo. Po përshëndetje, tham një herë alo. Përshëndetje, fal. Jo, s'ka problem. Je drejt për drejt, zotri, të lutem, thuaj. Jam një qytetar nga Elbasani. Përshëndetje Elbasani. Dhe nuk e di, kur vojta të shef makinën në zgjedhjet e kalume, nuk ekzistoje fare gjendje civile, tha zonja. Ekzistoje ti në gjendje civile? Nga regjistrimin, këte duhet ta dinë shumë veta që kanë nga 2 shtëpia. Po fleti tjetër. Edhe me zore kam rregullu se kishin pashaportizuar diku tjetër, me që unë kishe 2 shtëpia. Por unë nuk di e gjë. Dhe nuk e shifje të makinën se nuk ekzistoje fare në qytet. Ekzistoje në fshat, në Golen. Pra, që ka not me shumë njerëz, dhe të janë rezultati i zgjedhjeve të kaluara që ka bërë Rama. Na ka tjetërsu, na ka thënë në qytetet tjera. Kjo nuk është fare e drejtë. Dhe kur i thash zonjës në gjendje civile, që më i zoj, kush me që regjistroj dhe më regjistroj në fshat mu në Golen, tha qeshte, vetëm qeshte. Dhe me zor ma hojdi, masi musha i deklarat, që nuk kam kërku unë të transferohem në qytet tjetër. Pra, njerëzit si puna ime,
Nuk e dishin se çfarë ka not me ato që kanë nga 2 shtëpia. Kjo ishte një vendim i mbrëmshëm i Partisë Socialiste. Pra kjo janë zgjedhjet, mendoj unë. Kështu janë bazë zgjedhjet. Po votove do t'i në zgjedhjet e kaluara? Po votova unë se qëllova që do shise makinën. Votove prandaj, okay. Se unë nuk ekzistoj në qytet, ekzistoj në fshat. Jashtë kësaj Elbasanit, po dhe bojo. A disa shok që më gjoshin të mohabet prapa, po qeshin, po pse qeshin ta? Po u sa veta tha, kanë dalë jashtë loja, nuk e dinë se ku janë pa. Po si e bëhat kjo punë? Ja, këto e zgjedhjet e Edi Ramës. Të kuptova. Këtë e thash, me qëllim që t'ja kujtoj disa vetëve, i kanë nosin puna ime dhe nuk kanë votu dot, se nuk e kanë ditë se ku janë. Faleminderit. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, edhe që solle rastin tënd. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Gjesi. Mirë pafshi. Ju lutem keni parasysh që kur merrni linjën të komunikoni direkt, që edhe unë mos bëhemi bezdisshëm me përsëritjen e thirrjeve të njëpasnjëshme që hiqni dorë nga televizori dhe na dëgjoni nga telefoni, sepse bëhemi edhe të bezdisshëm, edhe qytetarët e tjerë nuk u lëm hapësirë të flasin, po edhe bashkë nuk merremi vesh. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Urdhëro. Njerë do të uroj protestën, se dhe vetë kam dalë. Bravo, zonjë. E dyta, edhe se jam moshë madhe e mësore, e dyta, dënoj ma përsin më të madhe, Po? si të Osman Stafës që kanë dalë 2 veti qitë, si të ati Marceli Rubica, ja është edhe humorist edhe këtë dhe lajmë kanë edhe me qesa edhe gazetar humorist, që e rjën brace, Ngjarje vërtet e rëndë, sinqerisht. Ngjarje shumë e rëndë edhe shoh edhe atjetër që kishte filmuar. Që thosh për spitale nuk ka, spitale ka, janë skandaloze. Në qoftë se shkon në spital, dhe të paguj shlekën të kundër nuk të veku fëmijë së rëmbë. Me beson për Zotin nuk të veku fëmijë së rëmbë, pos paguve lek. Infermierëve sidomos, edhe dhere ke ajo kry pastrose të duket si infermierë dhe lek në kur nuk lën me dalë as me pas nevoj me dalë në tualet. Po si dha lek. A një gjanë që e kam bo pro vetë. Të shkëshët mori shilashën për veti nuk e njek shtetin, sepse në kam pravu në 2018 shtetin, ma shku 1.030.000 për 2 muajnë faqë dhe të hako, se nuk të marrë dhe 6 muajnë. S'ka problem, merë konta. Edhe 1.030.000 me kanë shku në shtet, shko për çdo vend për vizit, dhe me thënë në shtet duke pagule, edhe nuk kërjo punën e më në privat. Të shkëshët mori shilashën, me dhanë fos avancë për smujnë që ka mund. Me dhanë fos sa, e zëvenson në rebone, merë këtu ke kjo farmacie, po i vërë shokë, farmacinë e kam kërë, unë e mërë të rruga 5 maj. E ti që ati jo farmacie, po sa ti duke farmacie si milikarën e ma tjerë, edhe nuk e mora, pëse ti, kur ma jep mu njani, fos avancë, pëse ma jep të pone. Edhe ata nuk e mora. I lashët sakta s'ke, i lashët se unë jam i pensionistit që më ka dalë me 23 vite por 68.000 lek. Thotë dirama do të nifen lek, do të nifen vitet e punës, a gjenje është. Mu nuk janë ma njov vitet e punës. 68.000 lek të vjetra? 68.450 lek. Po sa merë sot? Sot marë ishin një e pak kosore që i falë më rrugë, se shjasë shpej nga nervat si kam. Në ko që i lashët e një nishin, unë kam dhanë intervjistë edhe më së në stafën dyherë. është e njerë kënë dheri 120-125.000 pa bojeke, pa bo skaner, pa bo zhanë. Shushit bëjnë shu skaner ose një rezonant, sot pritë së 6 mujë. Bëjmë shoku një me së të bëjnë së 6 mujë, kam shku kam bëgë spitali Salos. Dhe më thënë, mjekësia ka ranë 0, arsimi ka ranë 0, fokarali ka, se kur tha se kam pruma të këntarin, që ashtë e këntari Amerikan, se popullja ma mirë, se thonë s'kimi lek, jo s'kimi buka, s'kimi lek, nuk kemi. Në 100.000 lek vjetër, shumë në sëtë një kohë që unë marë 120.000 lashe. Aha buk, a pagu drita, mu majtë shmitemi. Po ato që nuk kanë fëmi fare, po ato që s'kanë mundësi, në shaj jetojnë. Ja fukrali, jo të arzësh, po ata tjekish zvar, ore ma part ata tjekish zvar, e tjekish. Falemderit shumë një përshëndet. Falemderit dhe ju zojnë për telefonatën, të uroj gjithë mirat. Atës një shumë adhën e pagu i bilet nga 800 lek ditet në protest. Falemderit. Mirë, zojnë, falemderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat
në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Përshëndetje. Mirë, e mbyllim. Presim dikë tjetër. Mirë mëgjesi. O mirë se na erdhët. O mirë se ju gjeta. Këtë duhet të thoni ju. Nuk e di, ndoshta kemi probleme linjën për shkak ngarkesës, po e provojmë edhe një tjetër. Mirëmëngjesi Klevi. Përshëndetje zotri. Ju uroj një ditë të mbar e kudo suksese. Faleminderit. I përshëndes dhe gjithë protestuesit, kudo që janë, se nuk janë vetëm ata në bulevard, po është gjithë kombi shqiptar kundra këtij legenit të madh, kundra këtij Miloševiçit të Shqipërisë, kundra këtij njeriu që asnjë shtet në botë nuk do ta pranonte as banor, jo kryeministër. Po unë habitem se si këta patronazhist akoma i qëndrojnë besnik këtia. Nuk u vra për Enver Hoxhën more këtu, nuk u vra asnjë, vetëm një që zuri busi. Jo për këtë mërburireut, këti duhet të hivet litarin qafë edhe të varet si Lulushin mes të Tiranës, ore. Ore, ky i ka bërë këti kombi gjën më të zezë. Ajo flet ministria e Serbisë për Kosovën, që të na zhdukte komplet Kosovën dhe neve, dhe ky rrihet gjon. Ore, ky s'ka ardhur në pushtet ky, ja? Po të ketë gazetar real, po ky dhe gazetar si Braçja i qëllon, apo çfarë të bëjnë këta, që vetëm na droga që mbolli Shqipërinë, sa viktima ka sjell ky, ja? Po ligji 7501, sa viktima? Po me drogë që mbolli tërë Shqipërinë që vriten çdo ditë për pazare droge. Ai bëri Shqipërinë ky drogë më na bie një këngëtar një argjin në Amerika këtu, edhe thot do të çoj turizmin. Me se do ta çoj turizmin ky more, me një argjin do ta çoj turizmin. Ore, çmenduri e madhe kjo që bën ky more. Ore, kjo nuk është Parti Socialiste, ka socialistë atë duhet. Dhe socialistët po protestojnë atje. Aty në krye të socialistëve apo në parlament janë zgjedhur 140 bandit. Edhe PD-ja ore ta blokoj atë parlament aty, mo ta blokoj. Ti ta blokoj. Se kanë vjedhur tërë popullin shqiptar për këto 35 vjet. Nuk kanë lënë gjithë pa vjedhur. Tani u futi dhe maleve, mbasi u vuri zjarrin, që na dragot je deri në Bureto, tani kush e di se çfarë do bëhet. Mbasi mbushi dhe grykën e Këshirës me varreza greke, me të fëmijëve të Kosinës i bëri general. Që nesër të bëjmë Miçotaki dhe sot të shtok greke. I bëri Miçotaki Dervisjan, bus. E bëri, vrau këtë, i qoj moralin Belerit, i vrau në Peshpi, e bën deputet, e kupton, deputet në Parlamentin Evropian. E kupton se është zeza i ka bërë këti kombi kyja. Ore, ky s'duhet ketë vëndvarri këtu fare, ore. Vëndvarri s'duhet ketë. Jo vetëm ky, po dhe fëmijët e tij, se ndotën tokën shqiptare, e kupton se çfarë bëhet këtu. Ore, këtu duhet të çohet i gjithë populli pensionistët. Po i çon pensionistët në bazë kanë lekë për të varrosur. Pa lej natë ujë, drita. Vetëm me shtyllat e Enverit sot. Firmosa kapituj. Qa firmosi letra në Evropë? Janë fshatrat pa drita, pa banor. Asnjë gjë më nuk është i dojgjën dhe pajisjet në për fshatra më. Ky s'ka asnjë gjë në rregull, më çfarë na tregon ky njeri uligan më. Ky njeri maskara më. Çfarë bëhet kështu më? Kombi shqiptar, kombi më i vjetër në Evropë. Ky na bëri, çfarë na bëri neve ky? Argjina bëri neve. Na ktheu si argjitore. Ore, duhet të çohet i gjithë ky popull. Po s'ka mundësi se ky dhe i rrethon me policë. Çena ata policë që i shërbejnë këtij njeriu më. Këtij uligani më, këtij maskaraj. Hajde ja kalosh miru pafshi mund të. Shumë faleminderit zotëri për telefonatën. Të lutem herë tjetër me terminologjinë edhe me thirrjet më i kujdesshëm. Të lutem, të jemi korrekt. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me pjesën e tretë, telefonata të tjera në studio. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, edhe në këtë pjesë të tretë do të jemi me telefonata për t'i lënë hapësirë qytetarëve, për të komunikuar, shprehur shqetësimet e tyre, për të bërë denoncime që mund t'i adresojmë dy emisionet tona investigative Vetink dhe Takfak. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Mirë, faleminderit, urdhro. Po deshe, jam ai personi që të kërkova për skaderin e mëse do të ndihmoj. Po, zotëri, po duhet kthejmë përgjigje. E pa të më kthesh përgjigje se... Po duhet kthej përgjigje Spitali i Gjirokastrës. Po, gjo tani. Kemi një hap tjetër, ne nuk mund të të marrim do të më ti dhe numër fiks. Ua, pse?
që kështu thos nga zotrit në këj numër nuk ekziston. Kam 4 ditë sot që shkërkoj dhe nuk më thot këj numër nuk ekziston. Dhe tjetër televizor, ai këj numër më thot mua nuk ekziston. Po, juve e keni vënë prefiksin, pra më parë, keni komunikuar me numrin fiks? Po, Me ne? 04 4-7-1-7. Po. Po, tani mua këta nuk më lejojnë të thasë e ti. Nuk e di e zotëri si problematike, nuk di, do pyes për këtë rast se nuk di si të përgjigjem. Nëse është një problem që keni vetëm juve, a janë blokuar numrat fiks, a nuk në marrin dot neve me numrin fiks, do pyes të teknika dhe do ju komunikoj unë. Rregull? Faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zoti Katë. Mirëmëngjes, zotëri. Tani di gjo këtu. Urdhëro. I përshëndes gjithë telefonusit, po i urej shumë ata patronazhistët, Po pse? që i lëpijin këti paloshit i gjatë, e i bethiri asaj Marta Kosit, se i është bërë koka Marta Dhalli, e Dhalli të artuar, mos që as gjatë shumë ati paloshit, apo po e byta i paloshit me leka dhe po në atirë kjo të shi Marta Dhalli, si ajo Vlautini e Bejt, që iku me valiqe, si ajo kokështipura japonesë, si e kishtë ajo, Honoluluja, si e kishtë ajo, ambasadoria, ishë ambasadoria, ishë në Tiranë. Se të tëra që ikin që këtu vinë në bushe dhe ikin, një neopopull me qëfar njës kemi rënë, me qarë paloshin a qeveris neve. Greoni ore, greoni në protesta, më nga kini vati që kini lënë protesta për gjysë. Gjysme e njëzve nuk ishin aty në protest. Tini o popull, tini mos të zoni që arton këto në për portale që shkrua janë sa e të pëses ka sa pytë pise, që alë pinë paloshit. Vetëm të ludem korekt e dikisht, të ludem. Jo këshu, jo mos shkoni protest ka këte. Nuk e din ato që e protesta, që e prata dhe për fëmijët e tyre, se nuk e mendojnë ato, ja sot të shpaloshin e së rikën. Ku të kullosi, qatë të bëj, ku të t'i lëpijet ajo pasaj? Edhe a ju e të tjere të tërë, se pa themi me emër femëror. Pra nda ju bëthirje, ore protestë mos e ndëprisni, nga kini vajtur, dini në protestë. Falemderi. Mirë, zotëri, falemderi dhe juve për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Mëngjes. Mëngjesi. Pak paloshin e gjallë. Përshëndetje, bla. Po, urdhëro, po më të ludem korekt etikisht, të ludem. Jepi drejtim. O, zotëri. Alo. Po të gjojmë, zotëri, jepi, në thuaj. A i nuk ka purnene, ati të pregatisni në i snajpër, mi t'i këpushni në i prumë që t'i kisha i nuk i kënë shumë. Popli u dojtë u përvullu atje 23 ditë protest, 23 ditë, vetëm pregatit në i quni mi në i snajpër t'a e që i qape. A i s'ka purma, a i e shkreminet, a i e shkreminet. A i është një republik, a i është kreminisht e një vendi, a i një e vizën dhe qitjane, një... Duhet të mbyllim, presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, urdhëro. Tani, përsa flitet ati në arlidhur me protestat. Protestat është gjë e mirë që do të vazhdojnë ritmikisht, jo me dhunë, me qetësi, me demokraci, me gjitha. Por, unë mendoj që Kryeministri Rama duhet shpallë zgjidhjet parakoshme sa më shpejt. Dhe çdo gjë zgjidhet me votë. Vota e popullit vendos kush mund ta marrë pushtetin.
Po që jo, po s'bën ai. Duhet vetëm çdo gjë me zgjedhje të parakoshme. Ajo zgjidh problemet. Nuk zgjidh as rrëmuja, as ajo, as kjo miku im. Prandaj duhet se s'bën zgjedhje të parakoshme. Ajo që thon gjendjen e publikut të gjitha me radhë. Unë të përshëndes që ti më hape telefon. Faleminderit zotëri ju për telefonatën. Ne japim gjithëve telefonin. Thjesht kush kap linjën, ka ngarkesë në linjë. Kjo është arsye që dikush mund të flasë, dikush jo, se nuk kap linjën, po jo se bëjmë seleksionime. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri, urdhro. Jam dakord në ato paraportit. Jam me gjithë, po disa që flasin për protestën. Po? Edhe protesta është legjitime. Mirë, po unë kam një ide personale. Nuk di se sa mund ta dëgjoj dikush tjetër. Po e dëgjojmë, në thuaj. Unë kam një ide që protesta të vendos në ato që ka përfaqësuesit e vetë, që në qoftë se duhet të shuhet protesta, në rast të parë, pa asnjë ekuivent të arrestohet Sali Berisha. Siç ja kanë bërë Mbetës edhe Arionit. Për arsye se ajo është krye hajduti para edit. E para dhe e dyta, do të bëj një kërkesë juve si televizor. Unë jetoj në Durrës. Dhe këtu në Durrës shoh shumë parregullsi në komunitet. Shumë, kur them shumë, si ka mundësi në Tiranë dalin për ditë gazetarët edhe morin intervistë njerëzit, ndërsa këtu as në shesh, as në rrugë, as në pazar, nuk del asnjë. A ka gazetar këtu? A ka një që interesohet se çfarë do ky popull? Kërkesat e jone janë këto. Të kemi qetësinë, të kemi drejtsinë, mbi të gjitha që kryesorja është bujqësi, industri, njerëzi, qertësi, edhe duhet të kemi qeveri, jo hajdotëri. Me falni që po shprehem shumë, por këtu ka aq shumë të padrejta që ne si komunitet i shohim, edhe s'kemi ku ta ankohemi. Flasim këtu në televizor, edhe s'ne ve ku shujt në zjarë, sepse po flasim. Në qoftë se keni mundësi, quja pa adresën, të verifikoni një rrugë, tek një rrugë, si quhet rruga? Tek një rrugë që është kaq, sa që them që me falë për shprehjen, edhe ato që tjedhin kanalet e urave zeza nuk ka se si tjetojnë. Si quhet rruga, zotëri? Rruga është duke fillu nga Jorgjeziu, sheshi Jorgjeziu, e deri në këtu Porta Romana, është faqe e zezë me koshat e meteorirave rrugës, sa që në stacion të autobusit nuk qëndron kush, sepse i kanë vënë koshat direkt në stacion të autobusit. Të kuptova, zotëri. Faleminderit për telefonatën. Gjithë mirët, presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes i zonjë, urdhro. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Po na del telefoni tani që ky numër nuk ekziston. Po si u lidhët? Ja, bam, me zi. Nuk e di të them. Okej, do interesohemi për këtë problematike në rasti i dytë që e thoni. Okej. Më thuaj, zonjë. Hotel Zot për Fushe Male. Orini e shumë pritur, ti heqim ajdutët e uritur. O sot të kur, ta heqim këtë jashqitje, se nuk është burë. Ora, o lepur, të besin muti në mustaqe mjekë. Të falenderoj. Lutem zonjë, jo banalitete. Faleminderit për telefonatën dhe ti. E di që mundohesh që shkruan këtë poezi, po shkruaj korrekt etikisht.
Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Unë përshëndetje, me ka një muaj që jam në ngrata nga televizion ju, sepse më kanë vonë së ditë, pasën rrugë etike nuk shaj, dhe vjen keq e turp kur shoh diçka që s'lan që pa shoh pa një edhe zotrin tante që është shok, njëri jashtëzakonshëm, dhe keni më mosat. Unë personalisht kam shumë kënaqësi të komunikoj me ju edhe ndjehemi nderuar sinqerisht kur komunikoj me ju për shkak të edukatës edhe etikës që keni. Por nuk bëhet seleksionim. Thjesht nuk është kapur linja kam mbi ngarkesë zotri. Kjo është e gjithë problematika. Nuk është se bëjmë përzgjedhje edhe përjashtojmë dikë ne nga telefonatat. Gjithsesi, më thuaj. Të gjithat mirat. Faleminderit. Vetëm për përshëndetur. Faleminderit. Sa është numri im ky, a? Okej. Ja pashim. Mirë, zotri, faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotri. Desha me thënë në lidhje me vlerësimin e invalidëve. Po. A që vlerëson kjo qeveri, sa që edhe insulinat që kanë qenë me rimbursim, i kanë heqë ato të mirat dhe kanë vënë sa insulina që vetëm ato insulinat mund të thuash. Kjo është vetëm sa për të dhënë sy faqe dhe në vend që të ulin vlerat të rritin cilësinë, ka heqë cilësinë dhe kanë vënë vetëm sa për të kaluar. E para. E dyta, edhe librezat e invalidëve që kanë qenë me 700 lek, i kanë bërë 1.000 lek, të reja, dhe më thënë 10.000 lek. Pra nuk e di, edhe 2% që po i shton në një anë, po ja merë shkretve që nuk kanë lek me ble as ilaçet. Ja rritë edhe librezin e invalidit që është një karton me 2 faqe, ja rritë. Të kuptoj, zotri. Shumë e drejtë është. Unë të falenderoj për telefonatën edhe për denoncimin që bëre. Fakt, prej 2 vitesh ka problem me barnat e rimbursueshme, kanë dalë në skema shumë barnat cilat prej disa qytetarëve cilësoheshin si barna cilat janë me një cilësi më të mirë dhe janë zëvendësuar me barnat cilat ndoshta janë cilësi më e keqe, por të paktën justifikojnë çmimin që është vendosur për rimbursim sipas fondit. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Zotri ose zonjë, përgjigjuni tani. Pra e morët linjën në zotri ose zonjë, të lutem. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Falenderojmë shumë për aktivitetin, aktivizimin e protestës. Faleminderit juve, zonjë. Mbarësie, suksese. Jemi me ju, po jemi të vjetër, jemi pensionista. E kuptoj. Të uroj shëndet, zonjë, edhe të falenderoj për mesazhet edhe për fjalët e mira. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, urdhro. Jo, në atë marë përshëndesat protest i rujtë zoti atë sakrifis që bëjnë brava ju qohë. Neve nuk vi për të atje, po në shpirt të zemër të gjithë nuk e du matë minister mo, di që zotë të hiqe sa më parë. Nuk e do popli më të bëhën zjedhje edhe të shohin si do votojnë rëpë. Pa i o i sigurum se ka lek mas, ka pagua ne edhe japin për krahje. E pasin qasë këtë popull, ai Allah munaru i themi në se ka hy ai, një të slik në Shqipëri. Një të slik në Shqipëri. Për ne u lutëm, duhet vi vetë në protest. E të themi rritë zoti, por e di Roma o pagu ka legë në thasë, edhe ka pagua ne ka intereson, edhe atë nuk e lëvis njeri. Por ta bëjnë me forë, me gjojë ta kapin për mjetër, për mjetër ta s'kekin në barë. Të vritën një atyra dëshkën dëshmonë. Jo kështu thirrje. Të gjithë, e në pëse tonë për salët, të hjekin Romën hetë, të hjekin Romën hetë. Romën të hjekin, Romën.
Një një salën. Baluku, Valla, shumë gjithë ata, jënë maskare jënë të pa shpirë. E pa që në qasë këtë popë. E në, më hapi këtë telefon ka një dhe du me folë. Mirë, zoj, në rregull. Sot u zbatua porosia. Faleminderit për telefonatën, gjithë mirat, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mëngjes. Mirë mëngjes, zotri. Tërë shëndet dhe jetë lumë të ti personalisht je njëri shumë i nderuar. Faleminderit shumë, zotri, gjithë mirat dhe juve. Urdhëro, më thuaj. Unë jam një person, ish pronar babaj me 200 lënë tokë. Po? Edhe s'ka morë me vendim gjykate më është kry, për asim edhe s'ka morë. Një, e para. E dyta, kjo protest që bëhat me shumë të drejtë. Unë kam 30 vjetë që kam dërtu shpinë, e kam ble tokën që ka bo shpinë e kam ble. Me kuptove? Po. Mirë po, qështë në kohën e Shaban Tapis, edhe ta në lamja, që unë kam pas shumë afrimitet me këta persona, edhe me kanë, e di që me kanë bërë, me kanë thonë, kape veshin e djas kape me dorë në majtë, nuk diti ta kapi veshin. Edhe këto nuk ka faj Edi Rama, hiq fare. Po këte fajnë e kanë këto lakejt, shok dhe mikë që ka punë Edi Rama në për punërët të ndryshme. Bravo qoftë Edi Rama, se Edi Rama është shumë shqiptar. E kam njohë personalisht në vitin 19, unë jam 73 vjeç. E kam njohë shumë mirë Edi Ramën. Shumë burë i mirë është. Por se, dhe më thonë, sepse edhe këte punë që e do Shqipërinë, e do Edi Rama me gjithë zemër Shqipërinë. E do. Bravo qoftë Edi Rama, e lavdëroj. Tani për tokat edhe për pronën, që do bësh? Unë e kam lënë, bo qëfar të ketë që, shtatë që du tokën më unë. Kam 200 lëmë tokë, baba im ka qenë fermer, ka pas 20 kërën lëmë. Po mirë, ti dhe një ajke shok, ajke njore Edi Rama, pëse si theo, buri dhe utore, kam këto 200 lëmë tokë, si ti marë, ose të bësh legalizimin e shpis. Me vjen shumë turbë t'janë kohëm. Jam taku shumë herë, edhe në përfushata. Edhe po ka qenë kryetar bashkie, po kam pikë 15 ka që kam pikë katë, unë me gjithë gru. Kuptove si për me vjen shumë turbë edhe t'janë kohëm. Po tani, edhe legalizimi nuk e ke bërë, pavarësisht se këtë jetë? Jo, hiç faret. Se ke bërë? A me kuptove të shinë, ta blesh tokën, me bo shtinë unë e kam blenë, nuk e kam zaptuare. Nuk e kam zaptuare tokën. Kam shumë të drejtë, edhe për të stuse, se për këtë i ranë kohën atona, për këta që janë në përkryt të punëve. Po mira, bur, shok Edi Ramën nuk e mbyllur dy halë? Po, jam edhe kam edhe mik biles. E kam mik, që shkojnë në komunizmit. Kam qenë mik, rreth njësie. Po flasë unë kam nejtë të odin 19-91 me Edi Ramën. Po mirë, as të ka pyt në i herë që qa halë i ke për shumë? Po me ka pyt. Po, nuk i ramanku, gëdhim fshatë për kokë kalamojve. Me ka pytër, si që ka halli, shumë mirë i kam thonë. Me vje shumë tërpë të them të në kohëm. Se me jetë qështë në 19 mu personalisht. Tërpër, që një vehem të njërë shumë, pse të në lamja edhe Benahmeta e gjithë të njërë mu, shokë të vetë prega muina. E ma menet e që thajnë që handarë dhe më shpinë së me. E më shokë të mikë. Pa i të kishtë e vënd ty që je shok të mamë, o burë. Jo ata shok që... Pa i të kishtë e vënd ty që je shok të mamë. Që asë nuk kërkon, asë nuk vjedh, asë ke dorë, asë gjë. A i ka vënd kodë në kodë. Po, jem 70 dhe... Ore, e kupta që me ma vënd tokën mu, që të bëj tokë? Kale majtë e mi që du më tokë në e ba. Me kupta të që 200 dillim tokë. O jem nga sukësi, ta më zhveshtina. Kam tokë në jubë, në Qeret. Tokët e babës, gjyshit. Unë i kam letër që shkohën e mretnisë shqiptare, këtot Ahmet lekut edhe tokës nuk ja ka parë hajrin kush, mire ge. Edhe lekun, unë se di, a ke lek për që do? Unë anë kohëm ta kisha pasun tokën, për jetë qunim që thot që du tokën e ba. Po, po, jo t'ja lësh brezave, jo, tokën mos ja lësh brezave. Kjem hapa brezave, një kam nipa tu, kam 2 nipa. Po, që do i lësh nipin, jenë Terezi, po jo. I kam me ledrë pra, i majmë ledrët e më shpi, shqipët atë, majmë ledrët me shpi kotë. Kam shku edhe ministri drejtësisi, kam bo, unë shumë përqapje. Po vetë Edi Ramës nuk i kam thonë fare. Unë kam shumë edhe kur ka për fushatë,
Kam bërë dhe shumë fushat, faktikisht. Ke bërë dhe fushat, pa pas tokat e tua. Po. Ta them dhe gjë tjetër. Në vitin 96 kam grisë pesë e Partisë Demokratike, unë me gjithë gru. E ke grisur? Po, e kam grisur në Tamolin me Ylli Vejsiun. Të të Kalakulin. Po, unë kam qenë shok i ngushtë me Ysen Selfën, që ishte kryetari ballit kombëtar, më kupton? Kena qenë shok dhe miq, bire. Kena kriju Partinë Demokratike të Kombinatit Tullave. Okej. Po. Por ishe shoku Edi Ramës, kjo ishte... Po, ka qenë antarë Partisë Demokratike Edi Rama fillim. Po. Ka qenë shumë demokrat. Me të tregu dhe që unë kam bi 500 flamuj shqiptar në shpi. Po ti s'ke toko, ku do i vendosësh, ku do i ngullësh, 500 flamuj? Po, ku do i ngullësh? 24 ju. Hajde këto në me datën 20 nëndorë, e në shifti se gjithë gardë, shpije i me qërë, 28 nëndorë. 200 flamuj. Ore Zodri, të guptova, po ti tokën e ke, shpinë e ke pa legalizuar, tokë nuk ke, ata flamujt ku i ngullë? Këto qërë shpise, kam ore nuk më thotë kush mu që sa shpia jote. Për letrës më japin, nuk i du, mus më japin letrat, se shpine ka unë, s'ka njëri që të hejke mu për shpije. Do më telefonosh prapë dhe më tregosh ndoj një histori tjetër, se që nga shumë interesant. Do të tregoj edhe me foto ty unë, se sa flamuj, veju me datë një 20 nëndorë. Do të tregoj edhe fotot. 28, se 20 i vëkot. Kam, mbi 200 flamuj kam të vendosër qërë shpisë. Kjo është atë dheu. Të guptova. Mirë, Zotri, atë dheu është dhe toka, po gjithsesi, faleminderit për telefonatën, përshëndes. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje dhe. Përshëndetje, zonjë, urdhra. Po, zonjë, jetë drejt për drejt. Do të thosha që këto 2 leka që na shtovi Rama, na i mori nga ana tjetër, i menim telefonat më parë me 1.000 leka. Pasa na i bën 3.000 leka, se ne mbajmë hapur sa për të folur me fëmijët. Tashi, na i pas kanë bërë 5.000 leka, por çfarë bëhet më zot? Që mos të mbylli numrin. Kur vajtën të mbushin telefonat në ratë të fikt atje. Të kuptoj, zonjë. Qarë bëhet kë shumë e këtë popull, qarë bëhet, nga do t'i ripin më parë, po 100.000 leka pension janë, qarë bëhet, me ndojnë apo jo për këtë njërës. Faleminderit që më dëgjove. Faleminderit zonjë për telefonatën, edhe për shqetësimin që ndava me ne, që nuk është shqetësim edhe me juaj. Në fakt, presimi tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje. Ore, ky kryeministër do t'japi dorëheqje urgjentisht. Po folëm njëherë sot, Zotri. Popull se po dhe ka lodh këtë popull. U bën vite që merremi me këtë me fjalë. Ky nuk ka ç'a t'japi më. Thotë që ka marrë 83 mandate. Por çai ka marrë sot 83 mandatet? Për t'i vënë shkelbi fyt shqiptarëve, për t'u grapit pronat, për të shkatruar Shqipërinë, për të dek Shqipërinë, për ta përmbyt Shqipërinë. Zotri, kemi komunikuar një herë bashkë sot. Presimi tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, zonjë, urdhra. Dëgjova të parafolsin për flamurët edhe unë zita të merja në telefon zoti gazetar. Po, zonjë. Është, do me thënë, si ai njeri, do me thënë, ka shumë qytetarë të cilët kanë miqësira. Kanë miqësira me deputet, me kryeministër apo me president, dhe janë njerëz të cilët kanë zëmrën e madhe dhe nuk kërkojnë favore, edhe pse janë hallëqin, edhe ti me të drejtë bie pyetje. Shikoja që ishin pyetje tendencioze për mirë, jo për keq, për mirë. Dhe kam ngelur e befasuar, do me thënë që të kesh miqësi kryeministrin dhe mos të zgjidhësh njallë, ai, do me thënë si ai, si jenë të gjithë njerëzit të cilët rrethojnë nga miq që kanë në dorë dhe nuk i shfrytëzojnë dhe nuk kërkojnë favore dhe bravo i qoftë, kështu uroj që të gjithë njerëzit mos jenë lëpirsa, mos jenë njerëz servila, të mos të shfrytëzojnë të tjerët për interesa
por që dhëmë prap interesa kërë, sepse që të bësh një të mirë, një deputeti që do favore dhe ai, se pa favor nuk të ndihmon asnjë njeri, por bravo i qoftë atij qytetarit. Uroj që gjithë shqiptarët mos të lëpijen, mos të kërkojnë favore, por të marrin, të kërkojnë të drejtën e tyre, mos të shfrytëzojnë duke prishur interesat e tjetrit edhe duke marrë favore për veten e tyre. Bravo i qoftë atij zotërit dhe juve, bravo i qoftë si gazetar, që me pyetjet tuaja dhe me gjithë ato që bëni për qytetarët, i ndisni që të thonë të vërtetën dhe bravo të qoftë. Shumë faleminderit zonjë për telefonatën, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, pas pak vim me pjesën e fundit, me motin dhe me trafikun deri në këtë momente në kryeqytet. Publicitet, rikthehemi pas pak.